Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një recetë të simitëve, por këtë radhë do t'i bëjmë pak më ndryshe. Do t'i bëjmë ato të mbushura. Kjo recetë është perfekte edhe për fëmijët, sepse ngjasojnë shumë me mini picat. Pa humbur kohë, vazhdojmë që t'i përgatisim. Misht, në një enë më të madhe dhe më të thellë do ta shtojmë ujin. Në total do të shtojmë 250 ml ujë të vakët. Në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar ujë, shtojmë edhe qumësht, 250 ml, por ju lutem bëni kujdes që të dyjat janë të vakta. Mos i shtoni shumë të nxehta, sepse do ta prishin majan e bukës. Njëherë vazhdojmë që ta shtojmë majan e bukës. Unë po përdor maja buke në pluhur dhe në total do të shtoj 10 gram ose një lugë gjelle. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 20 gram. Duhet që të shtojmë sheqer, sepse sheqeri ndihmon që të aktivizohet më mirë dhe më shpejt maja e bukës, dhe në total do të shtojmë një lugë të mesme. Prezijmë mirë tani. Tani vazhdojmë që brenda të shtojmë vaj, ndërsa vaj do të shtojmë vetëm 100 ml. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin. Siç ju them gjithmonë, kujdes me sasinë e miellit. Mielin e shtoni gjithmonë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Në total do të përdorim dikon 700 deri në 800 gram miell. Shtojmë një herë vetëm gjysmën e miellit dhe vazhdojmë që ta shtojmë tani edhe krypën. Kryp unë po shtoj një lugë të mesme. Ju mund të shtoni sipas shijeve të juaja. Dhe tani vazhdojmë me dorë, duke e përzier mirë dhe duke e ngjeshur për disa minuta derisa të formohet një brum i mirë, mesatarisht i butë dhe i lemuar. Vazhdojmë me shtojmë mielin tani pak nga pak sipas nevojës së brumit. Brumin e kemi gati, pasi e kam ngjeshur për disa minuta. Duhet të jetë një brum kështu mesatarisht i butë dhe i lemuar. Asnjëherë mos e forconi brumin shumë, sidomos kur përgatitni recetë për simita. Tani lejojmë që brumi të pushojë dhe të dyfishohet në ambient të dhume, diku parafërsisht 40 deri në 50 minuta. Duhet të dyfishohet mirë përpara se të vazhdojmë dhe t'i punojmë. Dhe diku pas 30-40 minutave që brumi ka pushuar mirë, tekun është aktivizuar mjaftueshëm. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës dhe vazhdojmë e ndajmë në kuleç më të vegjël. Matësinë mund ta përshtatni sipas dëshirës së juaj. Unë do t'i bëj dikon në një matësi mesatare dhe do mundohem që nga ky brum të largoj 9 simita. Pasi ndojmë gjitha dhe mundohemi t'i bëjmë të barabarta, vazhdojmë tani që t'i lëmojmë, t'i ngjeshim pak dhe t'ju japim formën e mirë rrëmbullake. Tani që jemi ngjeshur gjitha kuleçt, vazhdojmë që ta përgatisim lyerjen. Do të përdorim pekmez. Unë po përdor pekmez të rushit dhe në total kam shtuar 3 lugë gjelle, por do ta hollojmë pak pekmezin edhe me ujë. Nëse nuk keni pekmez, mund të përdorni edhe mjalt. Vazhdojmë që të shtojmë dikon 50 ml me ujë. Dhe përzijem mirë. Do të kemi nevojë edhe për 150 gram susam, por unë susamin e kam fërguar një herë në tigan paraprakisht dikon për 4-5 minuta, derisa ka fituar kështu një ngjyrë pak më të kuqremtë. Në këtë mënyrë do t'ja shtojmë aromën edhe më shumë simitëve. Vazhdojmë tani që t'i lyejmë. Fillimisht secilin simit e fusim me kokën poshtë tek pekmezi. Dhe tani i rrotullojmë tek susami në këtë mënyrë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë që t'i lyejmë të gjitha. Një herë në pekmez dhe pastaj në susam. Me një herë i rendisim në tepsi për pjekje. Dhe kështu duken gjitha pasi i kemi përgatitur dhe renditur në një tepsi. Poshtë tepsisë zakonisht preferoj që të shtoj letër për pjekja. Në këtë mënyrë do të mund që t'i largoj pastaj më lehtë nga tepsia. Tani do të marrim një gotë, po përdor një gotë çaji dhe me ndihmën e gotës do të vazhdojmë që t'i shtypim dhe të krijojmë vend për mbushjen këtu në mes. Tani vazhdojmë që t'i mbushim këtu në mes tek zbrastirat, spari
me kashkavall të bërë në rinde. Zakonisht më pyesni cilin lloj të kashkavallit e përdor në gatimet e mia. Sot do t'ju tregoj se cili është ai. Zakonisht e zgjedh këtë lloj të kashkavallit, kashar pejnir të markës Pënar. Nuk e mat, mund të shtoni kashkavall sipas shijeve dhe dëshirës së juaj dhe në varësi se sa është vendi këtu tek simiti për ta mbushur. Tani vazhdojmë që ta rendisim mbushjen. Unë po shtoj nga këtë suxhukët e Turqisë, njëjtë nga marka Pënar. Tani do t'ju tregoj edhe se si duket paketimi. Pastaj do të shtoj pak domate të prerë holl në fileta. Dhe ky është lloji i suxhukut, cilën zgjidha që ta përdor sot për mbushjen e këtyre simitëve. Dhe pasi kemi përfunduar edhe me mbushjen e simitëve, i kemi gati për të vazhduar dhe për t'i pjekur. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë, do të vazhdojmë që t'i pjekim diku afërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të sigurohemi që janë skuqur mirë. Dhe të dashur miq, në këto momente simitat i kemi gati dhe që i kemi larguar nga fura. Lejojmë që të ftofen diku afërsisht 10 minuta para se t'i shërbejmë.